Përshëndetje ardashës, sa po more një telefonat nga Muzbajdin Qamili dhe Osman Ahmeti, organizatorët e festivalit ndërkombëtar të teatrove që do të mbahet nga 29 shtator deri më 4 tetor në teatrin kombëtar këtu në Shkup, teatrin shqiptar. Ishin shumë nervoz se akoma nuk e kam shpalosur platformën, programin e shfaqjeve që do të mbahet. Atëherë, ditën e parë do të shfaqja Martesa nga Teatri Kombëtar i Kosovës, Prishtinë. Natën e dytë do të jetë shfaqja Kështjella nga qyteti Bergamo, Itali, në regji të Andrea Benaglio. Natën e tretë do të kemi dy shfaqje, njëra do të jetë në orën 19, kurse tjetra në orën 20:30. Bëhet fjalë, shfaqja e parë do të jetë Gruaja e Macbethit dhe unë, në regji të Nick Upper, kurse shfaqja e dytë do të jetë Tërbimi për 2 persona ose më shumë, në ora 8:30. Atëherë, natën e 4 do të jetë shfaqja Don Juani nga Molieri, nga Teatri i Nishit, Serbi. Dhe natën e 5, do me thënë ditën e premte, po ashtu kemi 2 shfaqje, e cila e para do të jetë në ora 19, e dyta do të jetë në 20:30. Shfaqja e parë është Jalta Art Room nga Sofia, Bullgari, kurse shfaqja e dytë do të jetë Medea nga Teatri Kombëtar i Sofjes, Ivan Vazov, Bullgari. Dhe natën e 6 vazhdojmë me shfaqjen Gjysmë, Jeta e Maria Kirit, Teatri Metropol Tiranë, Shqipëri. Ju mirëpresim nga data 29 shtator deri me 4 tetor. Miraqë.